cilësia e ullirit dhe vajt, ullirit varet nga koha e vjeljes. Teknikisht, të gjithë kultivuesit e ullirit duhet di një gjë. Vjelja duhet fillojë në moment që fillon laroshja. Duke vjelur ullirin në moment që fillon laroshja e tij, këtu kemi përmbajtjen e aciditetit përgjithshëm të acidit oleik, duhet lëvizet domethënë në kufirin që për të marrë një vaj ekstra virgjër deri në 0,8%. Dhe nëse kalon nga 0,8 deri në 2%, domethënë, atëherë ne kemi të bëjmë me një vaj ekstra virgjë apo mbi 2% që janë vajra komune që kanë vlerë dhe cilësi më të dobta. Është shumë e rëndësishme domethënë që ulliri të mos mbahet gjatë, por brenda 24 orë apo 48 orë duhet të shkojë në fabrikë për të përpunuar me qëllim që të marrin maksimumin e cilësisë vajt të ullirit. Po të shikojmë këtë ullirin që është këtu, ky është arbekuina. Në stadin e vjeljes së këtij ka kaluar disa ditë, sepse një tejpjekje e tij, domethënë, ul treguesit organoleptik të kokrës, po kështu ul treguesit domethënë dhe të cilësisë vajt, që do të thotë rritet përmbajtja e aciditetit. Përmbajtja e aciditetit nuk është tregues i mirë, por është tregues që tregon që cilësia e vajt nuk është ajo që ne kërkojmë.